cili del me deklaratat që nuk i kontribuojnë zbardhjes së vërtetës, pra kanë për qëllim hudhjen e një sër dezinformatash. Aktiviteti ndërtimor ka të bëjë me projektin e komunës Prishtinës Ishulli Urban, bikalimi Agri Pallati i Rinisë Prishtinë, i cili pjesërisht shtrihet në hapësirën e mbrojtjes të trashëgimisë kulturore dhe atakon ndërtesën në mbrojtje ligjore, si dhe hapësirën e destinuar për ndërtesën me interes të lartë nacional, teatri, operës dhe baletit, dhe nuk i posedon përqimet adekuate të institucioneve kompetente të trashëgimisë kulturore. Është më rëndësishme të theksohet se Kuvendi Komunal i Prishtinës me datë 29 prill 2022 ka lëshuar vendim me cilin caktohet lokacioni për ndërtimin e teatrit, të operës dhe baletit në 3 ngastra kadastrale, prapa ndërtesës së Pallatit të Rinisë dhe Stadiumit të Prishtinë, ndërtesa në të njëjtat parcela saktësisht në të 2 prej tyre Drejtoria e Urbanizmit e Komunës Prishtinës ka lëshu leje ndërtimore të kundërlidhshme 2 vite më vonë, pra me 30 tetor 2024. Ka lëshu leje ndërtimore në një pronë e cila tashmë ka të drejtat shpëtimi. Domethënë ka lëshu leje ndërtimore në ndërtim tokë. Takimi i fundit është mbajtur me 21 maj 2026 në hapësirat e Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve, ku përgjegjësit e 2 palëve janë dakorduar që nevojitet në mënyrë të domosdoshme harmonizimi i 3 projekteve, ndërsa çuditërisht në të njëjtën kohë sa zhvillohej takimi profesionistëve me qëllim të gjetjes së zgjidhjes në IKMM, kemi pas në media kryetarin e komunës Zoti Drama, i cili del me deklaratat që nuk i kontribuojnë zbardhjes së vërtetës, pra kanë për qëllim hudhjen e një sër dezinformatash në lidhje me rolin e Ministrisë së Kulturës, dhe që shihet qartë që i njëjti nuk ka asnjë vullnet për të gjetur zgjidhjes që projekti i Ishullit të realizohet në atë mënyrë që nuk do të dëmtonte asnjë projekt tjetër dhe po ashtu do të ishte brenda ligjeve fuqishme. Institucionet të trashëgimisë kulturore, siç dihet, kohëve të fundit kanë aprovuar një sër projektesh komunës Prishtinës pas aplikimit të tyre në këto institucione, pavarësisht se vitin e kaluar publikut i thonin se nuk njohin listën e aseteve të trashëgimisë kulturore dhe as autoritetin institucional të këtyre institucioneve. Shembull për këtë është rruga Çambet Hoxha, cilën komuna megjithëse thoshte se nuk aplikon për leje sepse s'ka nevojë, ka aplikuar për leje dhe ka marrë leje. Pra, ka pas kurfar qëllimi për të bllokuar komunën siç tashmë është bërë kështu si zhargon i zakonshëm dhe i mërzitshëm dhe i pavërtet i komunës Prishtinës në, si më thonë, në dëm dhe në cenim të drejt të rolit të institucionit të Ministrisë Kulturës dhe Sportit, më përpara dhe tani Ministrisë të Kulturës dhe Turizmit. Shembull tjetër është miratimi i instalimeve nëntoksore në sheshin Gjergj Bosh. Edhe tek sheshi Gjergj Bosh të gjithë e dim që aty janë zhvilluar disa skema qesharake, disa teatri absurd nga ana e komunës Prishtinës vitin e kaluar dhe i dim përbëtimet e komunës që nuk do të aplikojmë, sepse s'kemi nevojë të aplikojmë, kanë aplikuar dhe i kanë marrë pëlqimet për realizimin e projektit të instalimeve nëntoksore, ndërsa pjesa tjetër mbetet ende që të harmonizohet dhe të respektohen standardet e ligjshmërisë dhe standardet profesionale dhe më pas asnjë institucion nuk e bllokon askënd sepse edhe ka mundësi ta blokojë, sepse ka kontroll, ka gjykatë, ka institucione që kontrollojnë njëra tjetrën. Sapo të kemi respektim të ligjit dhe standardet profesionale, çdo projekt do të miratohej, por në rast në hapësirës për rreth pallatit të Rinisë, kjo jo vetëm nuk është bërë, por edhe kemi pas zhvillime që nuk kuptojnë flagrant, që nuk kuptojnë dëmtim flagrant të miliona eurove të buxhetit publik.